E mbani mend Coronadon? Ja si duket tani. Një pjesë e madhe juaja me siguri e mbajnë mend Coronadon, personazhin negativ në serialin Për ty, telenovela e parë në Shqipëri e dubluar në shqip. Emri i tij vërtet është Luis Filipe Tovar dhe u bë aso kohe po aq popullor sa Maria, personazhja kryesore. Por si duket tani Coronado pas më shumë se 10 vitesh? Luis Filipe Tovar tani është 57 vjeç dhe ka 2 fëmijë dhe nga martesa e tij disa vjeçare.